Bastoret në Shkup përveç asaj që janë përplot me qytetar, ato shpesh herë vizitojnë edhe fëmijë, edhe pse kjo është ndaluar me ligj. Kamera e televizionit 21 ka xhiruar disa fëmijë duke dalë nga bastoret. Kanë nga 18 vjet dhe luajnë një herë në javë. Ndonjëherë fitojnë e ndonjëherë humbasin. Unë mendoj që nuk duhet të luajnë. Unë nuk luaj dhe u them edhe atyre të mos luajnë. Por ata Qytetarët tjerë thonë se më shumë luajnë për argëtim sesa për para. Prvo igram za zabava, znači ne igram na golemi pari. Fillimisht luaj për argëtim, domethënë nuk luaj për para të mëdha. Në profesion jam ekonomist, kështu që mbaj evidencë sa për mua e sa për të tjerët. Dhe më shumë jam në fitim sesa në humbje. Në përgjithësi nuk shoh ndonjë të keqe nëse kemi vetë kontroll, dhe nëse këtë e bëjmë sa për të argëtuar, dhe nëse mbajmë evidencë sa investojmë e sa fitojmë. Nga ana tjetër, sociologët thonë se niveli i madh i papunësisë tek të rinjt është një nga arsyet kryesore për praninë e të rinjve gjithandej në bastoret e vendit. Çështja e fëmijëve të cilët merren me lojra të fatit është refleksion i gjendjes së përgjithshme sociale. Fëmijët duke parë mes tjerash edhe prindërit e tyre, duke parë njerëzit nga fqinjësia e tyre, duke shikuar vizitorët më të mëdhenj të cilët pra shojnë ëndra për një jetë më të mirë, duke përfituar në mënyrë të lehtë, edhe ata futen në këtë bën hallke këtij zinxhiri të mashtrimit dhe duke kujtuar se do të kenë ndonjë denar në xhepat e tyre. Sipas hulumtimit të ESPAT, gjatë vitit 2016, 13% e të miturve kanë thënë se luajnë në bastore. Përndryshe, sipas ligjit për marrëdhënie detyrimore, personat nën moshën 18 vjeçare nuk duhen lejuar të merren me lojrat e fatit, ndërkaq organizatorët e lojrave të fatit janë të obliguar të mos i lejojnë të miturit të luajnë lojra fati.